Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë dhe lutim Allahun e manduar t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme, të frytshme për neve në këtë botë dhe të shpërblyera ditën e takimit me te. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të mënduar me ligjëratën e zakonshme ditëve të shtunda dhe në takimin e fundit kemi filluar të trajtojmë temën e takwas dhe kemi thënë se ndoshta përkthimi më i parafort dhe si term që mund të shërbejë me të është devotshmëria. Edhe pse normalisht gjatë sjelllimit të termit dhe konceptit takwa në bazë të asaj që e kanë përmend dietarët, kemi vërejtur se është shumë më tepër dhe është shumë më e gjerë se vetë koncepti i devotshmërisë. Andaj, sa ta përdorim termin devotshmëri le të mbetet si aludim në takwa, ndërsa njohja jonë reale e këtij koncepti letjetet ajo që e kemi përmendur te dietarët nga sa është vendimtare. Ne nuk kemi duke përmendur koncepte të përkthyera. Do të përkthejmë atë që është në gjuhën arabe, të përkthejmë në gjuhën tonë shqipe. Por edhe vetë koncepti takwa është në gjuhën arabe, por ja ka nevojë për definicion dhe për kufizim. Për këtë arsye, është mirë që të kemi parasysh për kufizimet dhe definicionet, nga se tëra ajo që ndërtohet pastaj mbi të është e kushzuar me atë që ka të bëjë me për kufizimin. Për shembull, kur themi ne rëndësia e takwas, cilë është takwa? Po asaj që cekëm fillim për kufizimit, apo kur themi sikurse kemi përmendur në dersën e kaluar për shkallët dhe nivelet e takwas, devotshmërisë. Po cila është për qëllim? Është për qëllim pikërisht kjo që po flasim për të. Andaj gjithmonë i referohemi për kufizimeve që i kemi trajtuar në fillim të ligjëratës. Ndërsa do të vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të mënduar dhe me disa pika që shpresoj të shënojnë për mbylljen e kësaj teme, duke prezantuar kështu pikat kryesore që kanë të bëjnë me këtë adhurim madhor nga adhurimet e zemrës. Dhe kemi përmendur atje në fillim, nëse ju kujtohet, se në qoftë se qëllimi i krijimit është adhurimi, atëherë duhet ta dimë se qëllimi i adhurimit është takvalloku. Edhe në këtë mënyrë zinxhirore lidhen këto gjëra mes vete. Prandaj edhe jeta jonë me një fjalë është e kushtëzuar me arritjen dhe me realizimin e këtij adhurimi. Do të flas në pikën vijuese për rrugët, mënyrat, metodat, quajsi të keti ma let me kuptu, që në ndihmojnë ta kultivojmë, ta mbjellim dhe ta zhvillojmë takvalloku në zemrën tonë. Nga se kemi thënë se është adhurimi i zemrës dhe si i tillë do të thotë është i rëndësishëm, por nuk mbillet vetvetiu dhe nuk vije rastësisht, por duhet besimtari të ndërmerr masat e duhura dhe të ndjek rrugët e shtruara nga ana e shariatit për të arrit takvallokun. E si mund të arrim ne këtë takvallok që sikur që e kemi përmend është me rëndësi për neve në pika që i kemi trajtuar në dersën e kaluar. Por dua t'ua them një gjë para se të filloj me këtë pikë, se edhe pika e fundit e kësaj ligjërate ose para fundit që ka të bëjë me frytet që ne i vjelim në qoftë se arrim takvallokun e bëjnë shumë interesant këtë pikë. Andë ndoshta kjo pikë ndaraz është si çdo pikë tjetër. Por kur e kemi parasysh rëndësinë e takvallokut që për të kemi folë në takimin e kaluar dhe veçanërisht e kemi parasysh pikën vijuese që ka të bëjë me frytet e takvallokut, atëherë kjo pikë se si ta arrim takvallokun është për neve shumë interesante dhe rëndësishme. Si arrihet takvalloku? Padyshim se arritja e takvallokut bëhet përmes asaj që Zoti xhalla xhelalu e ka përmend dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E për asaj që Allahu e ka përmend është fillimisht dituria dhe njohja. Andaj
sipas sqarimit kuranor, devotshmëria dhe dituria janë ngushtë të lidhura mes vete. Ato ndodh të ndahen, por ndahen pas një procesi të dhunshëm të ndarjes. Përndryshe, gjithmonë dituria është në shoqërim dhe në raport të mirë me takvallukun. Dhe njeriu sa më i ditur që është, aq më i devotshëm duhet të jetë dhe aq më prezant në jetën e tij duhet të jetë takvalluku. Dhe kur themi për diturinë, nuk synojmë vetëm diturinë që ka të bëjë me fen, diturinë e shariatit, por çdo lloj diturie që përmes saj njeriu i njeh ligjet e Allahut në natyrë, e njeh Allahun e mëdhenuar, gjithashtu i njeh ligje që Zoti xhallal xhelalu i ka shpërnda në jetën tonë e kështu me radhë. Andaj qoftë të jenë shkenca që janë natyrore, apo sociale, apo çfarë do qofshin ato, njohuria e njeriu në të gjitha këto sfera duhet në mënyrë të natyrshme të njeriu të sjellë devotshmërinë. Allahu xhallahu ala në Kur'an thot: "Wattaquni ya ulil albab." Allahu i drejtohet atyre që kanë mendje dhe logjik, atyre që e përdorin arsyen, atyre që e lodhin mendjen. Normalisht në këtë drejtim, sa më tepër njeriu e kërkon dijen dhe e lodh mendjen për të arritur dijen, aq më i ftuar është i përgjithë këtij ajeti. Se Allahu këtu thret një kategori të caktuar njerëzish. E kush janë këta? Allahu thot: "Wattaquni." Më jeni të devotshëm, më keni frikën. Me një fjalë e ka përdorur fjalën takwa. Pajisuni me takvallëk, o ju që e keni mendjen dhe arsyen, ju që e përdorni si duhet, se çdo njeriu Allahu xhallahu ala ja ka dhënë mendjen dhe arsyen. Me përjashtime të caktuara kur është sprovuar, apo dhe ka probleme në të menduarit e tij dhe ka probleme, domethënë të caktuara në trurin e tij. Këta janë sprov. Por shumica e njerëzve janë të pajisur me dije dhe me arsye. Andaj o ju të pajisur me mendje të shëndosh dhe me arsye, më përgjigjeni mua me takvallëk. Prandaj Allahu xhallahu ala thjesht jep me kuptu se përdorimi i drejt i mendjes dhe arsyes domosdoshmërisht do të shpije ty te takvallëku. Nuk ka mundësi të shpije dikun tjetër. Andaj, në qoftë si i mbash këtij korridorit drejt dhe nuk lëviz djath as majt fare, veç drejt shkon, gjithsesi Allahu thot, kime përfundon takvallëk. Por në qoftë se për gjatë rrugës ti joshësh me thirrjet ansore djathtë dhe majtas, apo dhe fatkeqësisht e përfundon udhëtimin e mendjes tënde në një korridor të ngushtë të epshit apo interesit, nuk të garantojmë takvallëk. Nuk të garantojmë nga se s'ke shku drejt. Unë tash shko drejt. Andaj sikur ti kur ja përshkruan dikut rrugën, i që nuk e di rrugën, tash ti do më mësu dhe i thua pa e sheh këtë rrugë veç drejt. Ka kthesa rrugës as parën, as dytën, as tretën, as një kthes, veç drejt vazhdo. Dhe njeriu duke shkuar rrugës, apo në kthesën e dytë apo tretë i bën përshtypje një park i bukur. Pa ai s'është qëllimi i udhimit të tij, e humb rrugën me bëmë një kthesë të rrugicave. Dhe ai e kthen rrugën djathtas apo majtas, e pastaj kur e humb rrugën, thot po mjaftona me këtë park. Ndërsa në krahasim me atë që e ka humb, kjo nuk është asgjë. Po njerit i bën përshtypje pa me jashtme dhe bukuria. Andaj Allahu xhallahu ala thot, ka parë që rrugës keni me i pa, ka thirrje joshje, ka mos këshirni anën. Ju që Allah ju ka mendje, përdorni mendjen, kërkoni diturinë dhe vazhdoni veç drejt. Në fund të udhëtimit gjithsesi do të dilni të pajisur me takva. Të s'ka ku të qenë rruga tjetër. Dija e shëndosh. Njeriu i cili është i zhveshur nga paragjykimet, i zhveshur nga intereset e ngushtë të kësaj bote, është i zhveshur nga pasimi i epshit, e kërkon të vërtetën dhe e kërkon dijen. Tregomni, në qoftë se e studion
në rregull dikush thotë, po letësh me studiu shariatin, më largoj shariatin, po largoj fen. E studion çfarë do lloj lëmie. E përdur diturin për çfarë do lloj dije. Ku mrin? Allahu thot arrin tek devotshmëria. Prandaj dietarët kanë thënë se rezultati final i udhëtimit të atij që kërkon dijen është takvalluku. Në bazë të këtij ajeti që Allahu xhallahu ala ka përmend. Njohja në përgjithësi, njohja e Allahut, njohja e emrave të tij, e cilësive të tij, njohja e ligjeve të tij, kosmologjike dhe shariatike fetare, njohja e njeriut në përgjithësi, dija e tij, është ajo që na duhet në arritjen e takvallukut. E dyta, që na ndihmon me lejen e Allahut të mënduar në arritjen e takvallukut është turpi. Njeriu i cili ka turp udhëzohet. Njeriu i cili ka turp, Allahu xhallahu ala e dekoron dhe e zbukuron dhe e jeshon këtë njeri me takvalluk. Turpi. Në qoftë se edhe ky e njeh të njëjtën rrugë sikur sa i dijes. Ka njëri është i turpshëm, por për gjatë rrugës ja zbehen turpin. Apo ja zbehen turpin. Nuk e lejon që të funksionon turpi në jetën e tij, atëherë ky ka mundësi me deviju. Por e ka turpin, me lejen e Allahut të mënduar do të arrijë tek devotshmëria. Në veçantë turpi pe Allahut azza xal. Na kemi thënë se definicioni më i shkurtër i takvallukut cili është që Allahu me të gjetë atje ku të thirr edhe mos me të pa atje ku s'don, ku se ki emnin, çapo lipti këtu. Që kjo është më e shkurtër. Andaj është turp nga Allahu xhallahu ala që me të thirr emnin vende caktuara e ti vazhdimisht mos më u përgjigj. Si aty mungon. E kush të mundson të gjendesh aty ku duhet? Turpi. Është marrë mos më shku. Është marrë pi Allahu xhallahu ala mos më gjin këtu. Është marrë nga Allahu më na pa këtu. Këtu janë do të tjerë. Është marrë neve këtu Zoti më na pa. Është marrë në këtë mënyrë Allahu më na pa. Turp është. Andaj turpi është ai i cili e mbush zemrën në devotshmëri. E që fatkeqësisht sot është një vlerë, do të thosh, është një vlerë që fatkeqësisht në masë të madhe është duke u zbehur, është në zbehje e sipër fatkeqësisht. Turpi ndaj Allahut fillimisht, e pastaj turpi ndaj njerëzve, turpi ndaj madhvjetrit, turpi ndaj maditurit, turpi ndaj të afërmit, turpi ndaj prindërve, ka filluar fatkeqësisht me humb. Po thuaj se nuk i bën përshtypje kanë ka përpara. Për mënyrën se si sillet, si ulet, si flet, si vishet e kështu me radhë. Dhe gjitha këto manifestime të kësaj pa edukate në fjalë dhe sjellje janë rezultat i mungesës së turpit. E kur mungon turpi vëllai nderuar, atëherë mungon takvalluku. Njeriu që nuk ka edukat, nuk ka turp, vështirë ka me qenë i devotshëm. Ai mund të kryejë edhe obligime. Për shembull, ne mund ta gjejmë njeriu i cili falet vazhdimisht, kujdeset për shumë obligime, mund ta gjejmë të tillë. Por nuk e gjen të devotshëm nëse nuk është i turpshëm. Kjo rregull që kanë përmendur dietarët, nga se ka njëri që kryen obligime, madje largohet për shumë harameve. Mirë, po mungesa e turpit dhe edukatës e ka penguar nga arritja e devotshmërisë. Për këtë arsye të ndërlozur kemi thënë disa herë se ibadetet, adhurimet tona janë mjete që përmes tyre arrijmë dikun. Nuk janë qëllime finale që po e arrite është fundi i udhëtimit. Andaj turpi është objektiv shariatike, synim që shariati e synon përmes rregullave që i ka përcaktuar për ty ato. Andaj turpi është ai që me lejen e Allahut të mënduar e sjell. Për këtë e sjell takvallukun dhe devotshmërinë. Për këtë arsye ka thënë Sufjan ibn Uyeyne, ka thënë u merr mendja, i ka pyet një ditë nxënës e tij e xhamat në vet, ka thënë u merr mendja juve se ehlu taqwa të pajisurit me takvalluk e arritën këtë shkallë ndryshe përveç se nga rruga e turpit. Kjo është pyetje mohuese, do të thotë mos u merr mendja se ndryshe, me turp e kanë arritur. Turpi ndaj Allahut fillimisht, pastaj edhe turpi ndaj
dhe para njerëzve. Kjo është edukata e besimtarit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i turpshëm dhe thuhet për të se kur fliste për gjëra të caktuara skuqej nga turpi, shihej në fytyrën e turpi që e kishte kapluar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sot flitet për tema ndoshta më private, ndoshta për tema shpesh edhe intime, të lloj-llojshme. As nuk ka turp në shprehje, as para kujt po i flet, as i po i formulon, ka shku turp. Edhe duket normal, pse çka ka normal është kjo afton. Po në botën e çrregullimeve dhe të pazakonshmeve, padyshim se kjo botë normale. Por realisht turpi është ajo që e stolis njeriu dhe takvalloku vije përmes turpit. Ai që nuk ka turp, ai që nuk ka edukat, ai që nuk ka sjellje të mirë, të ndërlozur, nuk po them është e pamundshme se komunë këndor, po në bazë asaj që e kemi para vetë kemi lezuar është gati e pamundshme të arrin takvallokun. Takvallokun që po e synojmë në bazë të asaj që e kemi definuar dhe përkufizuar në fillim të ligjëratës tonë. Gjithashtu ajo që e sjell takvallokun është vetë llogaritja. Nga se kemi pa atje se njeriu për të qenë i devotshëm duhet që ta njeh takvallokun. E kemi thënë se takvalloku çka është? El khawfu min el jalil, me pas frikën Allahut të manduar, apo ul amalu bit tanzil wal qanatu bil qalil wal isti'dadu li yawm ar rahil. Këto katër janë pjesë përbërëse të takvallokut. Andaj me pas frikën Allahut, me punu sipas asaj që ka thënë Zoti, pastaj më kënaq me atë që Allah ka caktuar dhe më u përgatit për takimin me të. Gjitha këto janë fusha që duhesh çdo ditë t'ja prezantosh këtyre fushave veten tënde. Ku je ti me përgatitje? Ku je ti me përgatitje për mi dalë Allahu përpara? Ku je? Ku je ti me të kënaqurit me atë që Allahu e ka ndarë për ty? Ku je ti? Ma të vetën. Llogaritja e përditshme e njeriut që ja bën vetës së tij me lejen e Allahut mënduar sjell rezultate efikase në arritjen e takvallokut. Njeriu që nuk e llogarit vetën e tij, apo i lëm punë të rastësisht ashtu, në rutinë, shkoj dita, shkoj java, shkoj muji, apo dhe nuk e llogarit vetën e tij ku është gjendja e tij, e çka nëse befas të godet me lejku i vdekjes dhe dhëtë mjaft ta merë fletorën për i dore, s'ka me shkru më vepra, murë fund, e qka pas kësaj? Kjo e përmirëson gjendjen, kjo e regulon zemrën, apo kjo e silë takvallokun, nërso gafleti, hutia, habia njeriut, pasreve të caktuara, pa dushim se, nuk mundsojnë arritin e suksesme të takvallokut. Andaj kanë thënë, një nga djetarët, Mejmun ibn Mihran, ka thonë, nuk ka mundësi të jetë njeriu nga të devotshmit. Këta njerëz, këta janë ekspertët e devotshmërisë. Çdo lamiti apo do me përmend një rregull, një definicion, i referosh kujt? Ekspertave. E këta dietarët e hershëm janë ekspertët e takvallokut. Këta tregojnë saktësisht ç'është bëhet kjo punë. E Mejmun ibn Mihran është nga ata ekspertët, specialistët e takvallokut. Ky thotë nuk ka mundësi njeriu me e arrit shkallën e takvallokut në qoftë se nuk e llogarit vetën e tij. E kanë pyet, ka më jam sy kësaj llogarie më rrallaftë, ka se kena shumë na ka do të më këshyr. Ka thonë Mejmun ibn Mihran, le ta shikon ushqimin e tij, le ta shikon pijen e tij, le ta shikon veshjen e tij, prej ka i ka, ai ka nga halal apo ka nga harami. Që ta mos gabo kurçish me tik që kjo thon. Këshër apo nga se ka fshata haram, largon me në mas të madh takvallokun. Një pije haram, largon në mas të madh dhe haramin. Një takvallokun, një veshje haram, e fituar haram, ose e veshur haram, largon dhe bëhet pengesë. Prandaj, llogaritë vetën tënde, se a e ke pregadit vetën tënde që të vijet takvalloku, apo ka pengesa që e dëbojnë, a i do me ardhë, por ka pengesa, largoj pengesat, largoj,
Sikur se ja largon vetës tënde pengesat për rrugës, s'ka jam pak. Andaj largoja pengesat takvallukut që lirshëm të arrin të zemra jote. E ku e di çfarë pengesa kam? Që kjo është ajo. Ulu dhe mendo, ti din pengesat e tua. Ulu dhe medito dhe llogaritë veten tënde. Gjithashtu të ndërruazur, ajo që na mundson arritjen e takvallukut është në përgjithësi besimin në Allahun, imani i drejtë. Por dietarët e kanë specifikuar interesant tek çështja e takvallukut imanin po në përgjithësi, sikurse edhe kena mësuar më vonë. Mi po në veçanti e kanë nda imanin në kader, me qenë besimtari i pajisur me besim të drejt për balë caktimit të Allah të mënduar. Unë du m'ja lezu një porosi shumë interesante, për mu bëllas paku shumë interesante, dhe jo që është interesant, po është shumë e shtrajt, është shumë e shtrajt. Kjo porosi vije nga një ashab i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e dha këtë porosi në moment të vdekjes, para se me dhonë shpirt, e dha. E ky sahabi është nga sahabit e shquar, shumë njohur nga ashab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikone vëllezëruar këta njerëz si i kanë kuptuar gjërat, kjo më rëndësi, si i kanë lidh punë me zveti. Na dona me shkput lidhet me zvete, me gjërave të caktuara, e pastaj dona me marr frytin në fund. Për shembull, na dona me ngrën një pemë të shishme, të ëmbël, por s'ka gale nëse s'është e mbjellur. Ani, pa mjell diqysh, s'ka gale që s'ka dru, s'ka trung, s'ka gjethe, s'ka gale pëse s'ka kohën, mu për më hatë, po s'banë Allah. Apo nëse e dënë rezultatin final, ka i ka do lidhe para kësaj. Si kurse njëtë në kësaj bote, njëtë është. Apo, dikush ka dëshirë të ketë një punësim të mirë, fitit të madhë, ama mundësisht mos mu lodhë. Edhe pa shkollë që ka mundësi dhe ma mirë është, e po s'ka kështu. E po kështu pa u lodhë s'ka, e po pa dije s'ka. Handaj, në punë të dunjas e kena kuptu lidhjen zinxhirore me zyrave shumë bukur, edhe e dim shumë mirë cila halë të vjen masona. I lidhëm senet perfekt. Por kur vije ahireti, kena qef pa halë, ka mundësisht, pa zinxhir, veç atë mramë të nmushim me marna. është lodhë, badë dikush para neve, ta shtonë së në lodhëm, apo? Edhe na kem qef më u knash me namaz, si Ebu Bekri, veç mundësisht, ju rrugës që e ka njek, na me arë në stacionin e fundit, e po zban, kjo ligji Allahot, i ka lidh Allahu halkat me zvete, andaj shikoje, si e ka lidh kjo njëri në mërt mrekullueshme, me të vërtet, atë që ne po e kërkojmë. Ata ibn Abi Rabah, ka qenë djetari madh Mekë, do me thonë, kanë marrë vendim djetarët e Mekës, paramenon në dvag djetarët e Mekës, kanë marrë vendim që askush mos të japë përgjigje për çështjet e haxhit dhe umrës, so haxhia u ardh, e so umrëgjia, askush mos me dhonë përgjigje pas këtij njeri. Kjo është i autorizuari. Edhe nëse ka shku me pyet një dietar, kanë jo shkove të ata. Ai është për të punë. E ata ibn Abi Rabah me ton që dije ndëruar. Ton që dije, shikoj ku është interesimi i tij, subhanallah. Shikoj ku është gjahu i tij, ku gjum ky njeri apo. E ka taku El-Walid ibn Ubad ibn Samit. E ka taku Walidin, djalin e Ubad ibn Samit. E ku është Ubad ibn Samit? Ubad ibn Samit është nga dietarët e shquar të ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është nga ashabët e shquar, ka shumë hadithe që ka transmetuar Ubad ibn Samit nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam radhiyallahu anhu. Kur e ka taku djalin e tij, ataja, shikoj djalin e sahabis, a ky dietari më i madh i Mekës. Jeto pak në këtë rast, shikoj tash ku mundesh ti me kom përballë kësaj gjendje. I ka thonë, o Velid, babojt para se me dek, a ka thonë diçka bra? E ka di që diçka ka thonë e njëri apëtër, se burat e mdhaj, fjallë të mdhaja në fund, apo që ata fjallë me madhe është, shahadetja apëtër. Andaj kaloni porosia apëtër, i ka thonë babojt, a kaloni porosi para se me dek? Ka thonë po, kalzama bre që atë tha, pse mi thonë tash ata e më një bereba, po qka je zatet, në kësil ti o të nëjë dije që e ki të djetarë që e ki në kësil, në fund,
A më rëndësi çka ka thonë, se i ka vyt çaj zinxhiri, çush i kanë lidh ta sand, nga se këtë tjeta ka qenë lidhje zinxhirore, apo e në fund zinxhirin e lidhur bukur ja ka prezantu djalit vet. E çat zinxhir veç ama çush e ka lidh, se na pikim hallkat po s'podina me lidh, na dhe kur pëllidhëm s'po na deli bukur si tyne. Andaj po na duhet mostra e tyne me pa çush i kanë lidhet a hallkat. E çka të ka thonë para se me vdek? Tha baba, eja këtu. Ula para ti edhe më tha kështu. Usike bi takvallah. Une po ta lo ty emanet takvallokun. Projektin e takvallokut njeke. Këto po ta lo emanet. E qysh me arrit, ka thonë, wa alem dhije. E për që një halka ta shapton. Ka thonë, dhije se nuk ke mundësi ta arrish takvallokun deri sa nuk beson drejt në Allahun. Ndërsa thot, e tash halka tjetër, nuk ke mundësi me besu drejt në Allahun, as nuk ke mundësi me ishiju adhurimet, 2, as nuk ke mundësi me arrit dijen si duhet, 3, shumë rëndësi, përveç halka lidhse, për të të gjera, përveç në qofë se beson drejt në caktimin e Allahut. Caktimi i Allahut është nimet i Allahut, kush e një mirë ato. Ai është fuqia dhe se andaj dietarët kanë thënë, e keni pa për shembull ndruar çdo institucion këtë botë, çdo njeri i rëndësishëm e ka sekretaren, apo sekretari ka shumë punë për të. Edhe i din shumë sekrete, andaj sekretar, i din shumë sekrete, shumë fshehura, shumë punë i kryn. Konsiderohet shpesh herë apo personi më i rëndësishëm në vende të caktuara. Shpesh herë. E besimin në Allahun, tauhidi, a ka sekretar? Kanë thonë dietarët, sirru tauhid, fshehtësia e njohjes së besimit në Allahun dhe sekreti i tij është besimi në kader. Në që se e nje kaderin mirë dhe din me jetu me caktimin e Allahut Azza wa Jall, atëherë takvalloku është i shtruar gjërësisht pas një pengesë. Kjo është porosia e Ubade ibn Samit. Gjithashtu të ndërlozër, ajo që në ndihman dhe është rrugë me rëndësi që duhet me ndjek për me arrit takvallokun është bamirësia në çdo situatë. Jo veç kur njëri lirë shumë ose kur i ka punë mirë, por besimtari tash takvalloku e ka një çmim tash, apo sadakaja pranohet edhe për shkakun kur si ki punë s'jap, s'pish punë, kur të bën punë jep, pranohet. Po takvalloku nuk e pranon këtë ndarje. Takvalloku don me kon bamirës në çdo situatë. Gjithmonë. Allahu xhallahu ala dëgjon se na po themi vazhdimisht. Duhet me i meditu fjalët e Allahut. Shiko këto zinxhir. Allahu po thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra." Allahu thot: shpejtoni, ngutuni, mos humni kohë që ta fitoni falin e Allahut dhe xhenetin e tij. Xhenetin gjerësia e të cilit është sa qiejtë edhe toka. Qiejtë s'dim sa janë. Wallahi nuk dim sa janë gjon. Me që dim që diçka shumë është e madhe, mahnet shumë e madhe. Dhe toka, Allah po të ngutuni me nxon xhenetin i përgatitur për kë muttaqin. Ata që e kanë arrit takvallokun. E o Zot, e çu arritën, nëse ja bën ti Allahut pyetën, çu arritën, të përgjigjet me herë ajeti vijus. Alladhina yunfiquna, ata që nuk e nalin as fi sarra, as kur janë disponim, as kur janë të dhënushëm, as kur janë ngusht, as kur janë shlir. Ata gjithmonë pyetën e rrjedhë dhe mira. Rrjedhë dhe mira vazhdimisht. Andaj bamirësia e vazhdueshme është rrugë të takvalloku dhe e fundit për këtë pikë, ajo që na mundson me arrit takvallokun, devotshmërinë e kërkuar është duaja. Allahun me e lut. A e ke lutë Allahun me të pajisme devotshmëri?
Pejgamberi sa me kalut. Njeri më i devotshëm fytyrë tokës. S'kan shkel komt e njerit më devotshëm këtë tokë se komt e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje s'ka pas njeri më takwa, më devotshëm prej Ademit alayhis salam, dhe njerit më radh se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. S'ka. Ky është njeri më i devotshëm. Nga sa ai ka thonë ene etqakum lillah. Unë jam në kulmin e takvallokut. Këse ka thonë për mburje, por për ta tregu mirësinë e Allahut, kur dikush ja provokoi takvallokun. Apo i tha ky ibadet yt s'është bashkë ç'është duhet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha ky ibadet yt s'është ç'është duhet. Tha ne etqakum lillah, unë më i devotshëm juve ti po ma konteston me dëshminë e Allahut azza wa jall. E ky njeri thonte në duat e tij, këto dy dua i transmeton muslimin në sahihun e tij. Në hadithet pa asnjë ndyshje të sakta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inni es'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Këto katër gjëra të mëdha Allahu na i mundsoft. O Allahu im, inni es'aluka al-huda, unë kërkoj nga ti udhëzimin, wat-tuqa, takvallokun, devotshmërinë, wal-afafa, ndershmërinë, wal-ghina, edhe pavarësinë, në kuptim material për njerëzve. Mos me pasur me ashti dorën kërkujna. Apo dhe më gina ka kuptimin gjithashtu edhe më të madh se kjo e para, e cila është më mundso që shpirtnisht jam i pasur. Se ka njerëz fizikisht janë shumë pasur, materialisht ku preket ka shumë, po shpirtnisht është i varfër. Dhe ka të kundërt. Apo ka të kundërt. Ndoshta në aspekti material nuk mundesh më angjë shumë sa ne që i ka. Po shpirtin e miliarderit e ka optën. Shpirtin e ka miliarder. Epse realisht kështu s'ka miliarda optën. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el-ghina nafs, nëse doni me e di që ka pasunia për një me, është pasunia e shpirtit. Që ka pasuni? Andaj bëhu i pasur, edhe materialisht për patë e mundësi. Me i paruje pasunia e shpirtit. Nga se kur ngushtohet kjo mrena, wallahi këtë me të zgjenu Allahu për jashtë ngusht do këtë aftën. Këtë dynjen Allah me të dhonë. Do këtë ngusht kur qyni një piktujt aftën. Normal, si kurse njëta është qërë, unë e para juve, po e ju shotë të gjithë, alhamdulillah, s'kam pengesa. Gjanë për shotë. Po me për me vendosë dorën, apo thëmë së gjamija e vugullu që 5 vetë për nëzika aftën. Jo e madhë është aja, po heqja dorën. Andë njështë, apo këtu e kanë qitë pengjesin të zemra, shumë ka për jashtë, shumë mirësi ka e pa Allah azza gjell, po e ka vendos fukarllëkun e shpirtit për para, o Allah, shumë borë, shumë obligime, shumë gjëra s'po dalin, apo i themi, largoje frikën, Allahu gjellat a mundësë me pa dunjen e hapur apëtan. Andaj ka një tek një pihogjallare djetarët hershëm i ka thonë, wallahi shumë ka sprovu Allahu azza gjell, kur gjë s'kam. Që këtë dinjen mua në ku, kur gjë s'kam? Thot, jo mërë se kitër s'po kalëzën, thot, vallahi s'kam. A i tash po flet nga shpirt ngurësia e ti, thot, s'kam kur gjë. Thot, mëstuj s'kam kur gjë. Thuj për shamu s'kam buk, ama mëstuj s'kam kur gjë. Se kjo kur gjë përshin begi shumë sene. Thot, në regull, synin që të ka e pa Allah, sa përshet? Dunjenë më alon s'ta dhua pëtën. Apo, do më pas këtë qka, si e bashkë pa kur gjë. Andaj mësuan ka, bëhu shpirë gjerë, bëhu gjokës hapur, si kurse ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga se këtë ka kërku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtot, në duan tjetër, që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, Allahume, ati nafsi taqwaha, wa zakiha anta khairu, men zakaha anta walijuha wa maulaha. Allahume, o Zotë jam, ati nafsi taqwaha, shpirti tem, jepja takvallokun. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. O zakiha, edhe pastroma këtë shpirt. Ja ka pastru Allahu shpirtin me zemzem, hala kur ku një vogël. E hala kur rritë e lup, Allahut me ja pastru shpirtin. E na, Allahume ati nafsi taqwaha, jepja o Zotë jam, shpirti tem takvallokun e duhur. Edhe pastroja, në të khairu men zakaha, s'ka kush e pastron si ti, badi hava. Kër Allahu të pastran, s'ka kush njëllos. E kënë Allahu e ka njëllos
Wallahi s'ka kush pastron, as lavdatët e njerëzve, as kush do në këtë dunjë, s'ka kush ta ikë njollën që ta ka qitë Allahu për mi jepën. Andaj ruaj te Allahu mos më kon njollosur. Mundohu te Allahu ti jesh i pastër. Në qoftë se te Allahu je i pastër, krejt bota më uqun komet njollos, që ata të njëjti ka më uqun me të pastru nesër. Se Allahu ka mi qurë. Që ata njëjti, krejt me ke uqun kom me njollos pejgamberin sasarëm. Që ata të njëjtit, heq të tërkusht, njëjtit, jo në qunë kom ka thonë, ti e maj miri neve apëtan. është do është fillim me thonë këtë punë, mos më lodhë, po si do qoftë, sprovë. Andaj, pastrohu të Allahu, edhe kërko të Allahu pastrimin. Nga se Allahu, pse Allah e pas mas miri? Ente walijuha wa maulaha. Po ti ja i kriju si saj, ti ja i që ke dhonë, ti e ki ndorë këtë, ti e ki në sundim, ti bën me të qka danë. Andaj, Allahu e ka lutë për pastrim. Pra ndaj, këto janë të ndërrua vëzë dhe motra, do të tëtë rrugët, mjetet që në asilën të takvallokun. Në regull, pika radhës është tash na e mësum rënd qka është takvalloku. Shikonin tash këtë halkë, po më nëmë me lidhë diqysh. Apo definicioni i takvallokut, rëndësia e takvallokut, shkallët dhe nivellet e takvallokut, pasaj si me arrit takvallokun. E në qofë se e arrim që ato qjetëse më tëre, qysh do këtë një njëri devat shumë? Kësha pas shef me pa apëta. Qysh do këtë njëri devat shumë apëta? Sikur se ka thonë njëri nga djetarët e arshëm thot, me ditë cilë është i devatshëm, se kësha pas problem kush është, apo? Se kësha pas problem kush është, kësha pranu të jem shërbëtori i ti dhe pasrusi këmbëve ti, veç të ditë cilë e ka rriqit dërejgja. E qysh do këtë kë, cilësit, veçorit, pamja e një devatshëm pasë që i ka një ke këtë mësime, rrugët, si është i formum. Shumë të janë cilësit, unë du me përna disa për tyne. Allahu Gjellewala surën Bekara e fillan me cilësit e njerë devatshëm, apo huden lil muttaqin. Ky Kur'an është udhëzim për të devatshmit, për takvat. Kush një ata? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që e besojnë të fshehtën. Kjo e fshehta është shumë e gjonë. Nuk ka thjesht veç besim, po i binden, do të thotë asaj që Allahu xhallahu ala na ka lejmëruar. Andaj, njëri i devatshëm e sheh se sa ma i devatshëm që është, sa ma prezente takvaja taj që është, aq më i qartë është gajbit e kaj. Diri në drejgje ka pas njerëz që nga prezenca e madhe e takvallokut e kanë dëgju erën e xhenetit dukon tokë. Xheneti është gajb, as nuk shihet, as nuk prek, as në ban këtë punë. Po nga devotshmëria e madhe kanë thënë, do të thotë se nuk na pengon perdja e gajbit për xhenet për me e pa apëta. E kanë pa me sytë e zemrës, jo me sytë e ballit apëta. Andaj e shesë e taj xheneti është subhanallah. E ke pa na për shembull kur do me bëni punë mirë. Na ka kaplu plohën i dunjallokut. Po vështirë kena me bë. Po nëse na shkon dikush këtë plohën me për kujtim për xhenetin, thotë çore, nëse bën këtë punë mirë. Ta jap Allahu këta. Sa më shumë ta qartëson xhenetin, më shumë motivohesh me abuapën. Në çat nxehtë se shkon ta shpejt të uftof. E këta janë gjithmonë të nxehtë për xhenet. Kur stofën, njëherë janë nxehtë mirë, mos ka çka i ftof për xhenetin. Edhe për xhenem gjithashtu. Andaj gajbet e ata është gajb në kuptimin veç shikimit, ndërsa në kuptim të bindjes njësi me pashtë. Andaj, kur ka vdek baba i Gjabir ibn Abdillah el-Bajali, sahabi i njohur, ka ra dëshmor në Uhud, edhe ka qenë shumë i sinqert, subhanallah, edhe ka ndodhë një takim i tij i pazakont me Allahun azza wa jall. Ne ka shëru këtë pejgamberi sa në hadith. E kur ka vdek Abdullahu baba i Gjabirit,
pejgamberi s.a.s. i ka mbledh sahabën në xhami u ka thonë se Allahu i ka fol sot babës së Xhabirit, Xhabiri prezant. Edhe i ka thonë, o robi jam, lëp çka po don ata. Ka thonë, o Allah, kthem edhe një në dunja se ka mirë me dek për ty jopë. Ka mirë njeri me boj jetën për ty o Zot, ka mirë po shpërblejshë shumë. Ka mirë me ngu pejgamberin s.a.s. Kthem edhe një jetë që sot e kam, të ngoj gjithë Muhamedit s.a.s. Allah ka thonë, kë premtim, kë kërkes nuk zbatohet nga se kom premtu që kanë nxjerrë se kthej mua ata. Ka thonë, a ki diçka tjetër? Ka thonë, s'kam tjetër pas, kallëzoju robëve tu që kam ke jep mua ata. E ka thonë këto pa. E ka zbrit Allahu ajete të shpërblimit për këtë njeri në Kur'an që lexon ditën e Kıyamet ata. Ky njeri vëllëndruar me pas zbrit në tokë, Allahu ka mujt me zbrit në tokë ata. Po ka dhënë na një mësim se nuk na vjen me zbrit pe xheneti kurkush. Nga se bindje më e madhe se ato që Allah e ka përshuar në xhenet nuk ka. As marr dikush për atjet ata. A ne dikush ka ne kur thuhet për xhenet, po suar kurkush për atjet. Po subhanallah, kush na ka kallzuar se ka xhenet? Allahu xhallahu ala. E ama shumë i bindesh fjalëve të Allahut, a fjalëve të njëri që vjen për dikujt të kallzon për diçka, ku ne bindesh më shumë? Andaj leja të uarë dikush, të kësha po xhenetin veç një herë, ma isha bin, që le Kur'an e shë, ditë për ditë mund shme po, edhe xhenimin e shë, kejtë Allah ka përshua për. Po problemi është se gajbin na e kjenë, a i misë është i fshasht, ne edhe matë mësef të bëjmë. A ne duhet me qenë këtë gajbë, me zemra tona. Prandaj, cilësi e njerët devatë shumë është, cilëtërsia e gajbet. Bindja dhe nështrimin dhe asaj që Allah ka lemru dhe nuk ka kush i hamed në këtë drejtim. E si pasojë e kësaj bindje dhe kësaj qiltërsie përballë kësaj të fshehte, këta njerëz i kanë raportet mirë edhe me Allahun edhe me njerëzit ato. Nga se kush e ka mësuar xhenetin dhe ndëruar, nuk ka mundësi me pas punë keq me Allahun. Ai që e ka mësuar me shku në xhenet, nuk ka mundësi me pas punë keq me njerëz. Njerëzit mundën me pas punë keq me ta. Problemi tyne, po ky s'ka problem me kërkan. Allahu xhallahu ala thot, pasi që e përmend alladhina yu'minuna bil ghaib, pastaj wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ata që kujdesen për namazin dhe nga ajo që na u kemi dhënë, këta që janë takva, e din se ato që ka e ka ndorë së është e ti, është e Allahut, ti e kujdestari i kësaj, si kështë depoisti, kërë dikush për shamën punë e zëqatët, vëllaj këtë vjetë sënë edhe o që është duhet, po së është e jotja, Allah, nuk është e jotja. Kjo është si kurse, për shambull, ti e pronari një depo, edhe e ke punësu një depoist, edhe depoisti ka për obligim, apo, me nëzirë nga depoja sasin e mallit caktuar që ti e shku në letër. E ti e ke shku duhet me furnizu filën dyqani, se u shpraz edhe i shku në depoistit. Mboshe këtë kamjan me këto gjëra, se duhet me pajisët ja. Aja këthen, të tjera një të ripë shumë, s'ka kësti radhave. Ti si me kazua ka s'ka Allah. Ti e depoist, ti ki me zbatu. Ti tërë kush e ka mush depon? Apo, kush e ka mush depon tonë? Ata që në takua e din përgjigjën e përnë. Depot e tuja, se ka mush dhja jote. Depot e tuja, edhe të dijes, po edhe të dijes, edhe të pasuris, edhe të shëndetit, krejt që ka të ka furnizu Allah xhallahu ala. Dijen që e ki, së është e jotja. Nuk është e jotja. Ata njeri i ditur nuk bën kur me thonë, absolutisht, se shumë për vetëni. Ti barë që ki më përgjigjë, se Allahu e ka mush depon e dijes të ti. Nëse lodhësh, e ndrojnë lokacionin e depos, kur që ma shumë? Lokacionin ndrojët, se i pa përshtatë shumë, njerëzit po lodhën dhe sa po i për naltë atjen, të naltë zë shumë, ja u bujna ma përrafsh dikun depon, kur që ma shumë, e majet i depon atje naltë për pastaj, maje, këshyra po djenë dikush pastaj. Andaj, kuptoj e drejt, ti e argat, ti e punëtor, qka të ka epë Allahu xhallahu ala është e ti, apo mundohu sa ma qpesh me të ardhë prej Allahut letra me qpras depon. Mundohu.
Nga se në interes tëndin është me të ardhë mesazhe më të shpeshta pe ti se filon veni është që pras do të me musha pëtën. Filon veni ka nevoj. Pe ti është mirë me të ardhë me mesazhet pëtën. O shumë mirë. Nga se ka Allah o depojista shumë pëtën. Ata veç ata qili që i ka me bo me i zdym tokë, kur kush në tokë se duhet pëtën. Andaj min ma razaknahum. Këta e në devashmi, këta kështu e kuptojnë punën e deponimit të asaj që Allah i ka furnizuar me të apëta. Nga cilësit e njerëve të devotshëm të ndërlozur është drejtësia dhe evitimi i çdo thërmie të padrejtësisë apëta. Shikoni Allahu xhallahu ala që ka thënë në surën Al-Maide. Thot: "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Allahu flet sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për raportin e tyre përballë Kurajshëve. Kurajshët e Mekës i kanë dëbu sahabët nga Mekja dhe i kanë pengu nga adhurimi i Allahut në Qabe. Pa në Qabën e konë sështë e juvja. Edhe Mekja sështë e juvja. Për jashtë. Edhe i kanë luftu si kanë lënë atë asë Medine. Domthon e kanë provoku skajshmërisht armiqsin. Allahu po thot, sjellja jo korrekte, apo dhe padrejtësia e një populli ndaj jush mos t'ju bën juve ti një jetë sikur sa ata. I'dilu, ju njeh të drejtësinë. Ti bënu i drejt. Nëse dikush flet keq për ty, ti mos fal për të keq. Nëse dikush shpif për ty, ti mos shpif për ta. Nëse dikush përgojon për ty, po ti mos përgoja. Nga se përgojimi është zullum, shpifja është zullum, gjitha format e zullumit largohu për tyne. I'dilu, bëhuni të drejt, huwa aqrabu lit-taqwa, është shaj e devotshmërisë. Apo andaj subhanallahu, njëri i devotshëm është ai i cili nuk pranon me e shit pa drejtësinë me drejtësi atë. Se drejtësia është mall shumë i shtrejt. Prandaj sikur se ka thënë Hasan al-Basri rahimullah, kush vjen te ti me një gënjeshtër, apo kthehet prej teje me një të vërtetë, mos e shet kështu. E çka i bën kjo? Dikush vjen te ti thot për filonin, thot filoni tha për ty kështu. Kjo ka mundësi me kon gënjeshtër apo? Ndërsa ti thosh, po ne di që ai më ti ka pas do tash ti po e thosh. A është e vërtetë se po e thosh? Po. Ai me një gënjeshtër prej ti e ka blenë të vërtetë prej teje. Shumë lirë ka shit vërtetën Allahut. Mos e shet. Andaj besimtari për të drejtësia është shumë e shtrejtë. Nuk ka arsye në këtë botë që e shtyn me e shit për që një pa drejtë. Këta e njerë devotshëm. Ata që janë të drejtë në çdo aspekt. Janë të drejtë në çdo aspekt, gjithkund. Gjithashtu nga shenjat e njerëzve devotshëm është, do të thotë, e para, e dyta është drejtësia, e treta është vërtetësia. Allahu xhallahu ala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin." O ju që keni besuar, pajesuni me takvallok edhe jeni gjithmonë nga ata që flasin të vërtetën. Devotshmëria të ndërlozur dhe njëri devotshëm nuk paramendohet për ti gënjeshtra, nuk rrenaj kur, nuk ka mundësi me rrejt. Andaj disa njerëz të devotshëm të kaluarën, sikur se ka qenë, është thënë për El-Auzain, është thënë për Mejmun ibn Mihran që se ka maheret, është thënë për Muhammed ibn Munkadir, djetarë të mdhaj, të adhruas të mdhaj, devotshëm të mdhaj, kanë thënë për ta, po të ishte halal rana, me thonë qëre, një saat, ki halal me rajt. S'kish di që me rajt e apë. Nuk kish di që me rajt. Nga se, dikurët që s'kish di që me rajt apë. Po normal, na që ditëm se është profesionalizuar rana edhe mashtrimi, s'pa din që vallaj, për shamë të kushtat, që është bezdin që me vjeda, vallaj s'di, mëzojnë me herë mua apë. Me herë mëzojnë, që mëzojnë, po mëzojnë se kur s'kom vjedh. Andaj që s'ka vjedh kur, probleme ka ai halo pa i brend të veni ka thonë që bën e zhurëm, rëzën t'i shka, s'din më gjinë. Ai tjetëri vjedh, mirë dhe del kurse mërvesh, edhe thot, po qysh se pe ato rrugë, po ati do këtë rrugë e ngusht, se së mësu i rifi, kur më po kësi puna, së mësu një herë, 2 herë, tani që tja qilë të uda, tani mësuat, po në qovë se është i kujdeshëm, nuk din më po këtë punë, nuk din. Andaj, dikush të raj, a e din që ka rana, apo,
po i bën rana, pa lidhje, për çfarë s'e vlen me rrejt, po ata që s'di me rrejt. Apo sikur thotë ku çoj kanë më shkuar që ti thuaj që sot, po ti diç më thon, po thuaj diç, po s'diç më thon. Unë e di më thon me rrejt, ama më duk e rana e vërtet problem është se këtu duhet me qenë njëri bajagi e mjeshtër, e çështot me rrejt mirë, edhe rana më duk si vërtet, këta burra s'kan ditë apo. S'ka ditë se kur s'ka rrejt apo. Andaj njëri devotshëm është njëri i vërtet. Gjithashtu nga cilësitë e njerëzve devotshëm është madhërimi i dispozitave dhe madhërimi i simboleve të fesë Allahut Azza wa Jall. Nuk thot, ai mëse kjo me kruh është kjo, kjo haram po ta shame bova, ose kjo farz po inshallah. Ai nuk ka kësi, më thonë kësi pazore tulta. Ai e madhnon fenë Allahu xhallahu ala. Ai e madhnon shariatin, ai madhnon dispozitat e Kur'anit, sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nga se për to është kjo punë e madhe, nuk ka punë e thjeshtë. Prandaj për shembull, përpara kur dikujt i ka ikë në punë e mirë, s'ka thonë hajri inshallah, çuj hajri inshallah, a di çaj bën që më ka ikë mu? Kanë tentuar me kompenzuar në mënyra të ndryshme, nga se ka qenë kjo punë e madhe për ta. Pse? Nga se ka pas prezencë të takvallokut. Në njëri takvashta që i madhnon punët e mira, dhe gjithashtu i shet mëdha punët e këqija, nuk i nënvlerëson, nga se Allahu ka thonë dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Allahu thot shenjë e zemrave të devotshme është madhnimi i simboleve të fesë. El-Hajj ajeti 32. Gjithashtu të ndërlozë dhe kjo është e fundit prej shenjave të njerëzve të devotshëm është që zhdukën ata është falja dhe te i kalimi i gabimeve të tjera. Njëri devotshëm nuk hakmirët, njëri devotshëm nuk i personalizon problemet me tjerë. Ka gabuar dikush në hak ti, ka fol për te, ka bën një shkelje, kërkon halal, do të fal tek jala pa kërkuar. Veç mos bë më, mos bëj keq. Mos bëhet falja shkaktar ti me marr trimni për të keq se kështu s'bën. Ama nëse i pendu tek Allah ose bën më për mu rahat, shkoj ato dhe rahat vdes se kur s'dves për to. Allahu xhallahu ala thot wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Nëse falni, kjo është shenjë më identifikuese për ju se jeni takva. Në Bekare 237. Dhe për fund të ndërlozër, kjo pika është e pikë shumë rëndësi, po në amur shumë kohë kjo përpara, po besoj që do të keni sabër dhe pak të përfundoj këtë pikën e fundit. E pam që ka takvallok, ku si arrijet, si duket një devotshëm në fund, frytet, e ambletet takvallokot, shumë shpejt. E para, ai që e arrin takvallokun, Allahu i garanton lehtësim të gjitha punëve ti në dunja në ahiret. Nuk ka lehtësim pa takva, ka kusht. Ta lehtëson ndonjëherë pa takva me mirësi prej ti, po marrveshje për lehtësim ka veç takvaja. Do të thotë, duhesh ti mas pari, me ofru takvallok kvalitativ, e thash, kur thëm takvallok, tash ktheu atje te definicioni çka kemi thonë. Por e rëndësishme është ti duhesh me ofru takvallok kualitativ që Allahu me të ofru lehtësim çdo situatë. Allahu thot: "Wa man yattaqillaha." Mu'min at-talaq, surja at-talaq, ajeti 4. Marrveshja mes teje mes Allahut. Allahu thot: "Wa man yattaqillaha." Kush i vjel frytet e takvallokut, e bën punën tonë o robi Allahut. Thot yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu i bën lehtësime në të gjitha punët e tij. Krejt punët e tij, dunjas, ahiretit, shëndetit, pasurisë, familjes, krejt që kanë këtë botë ty të ka plan, Allahu të garanton lehtësim në qoftë se të gjen takva. Fryt i madh dhe ofertë interesante. E dyta, ai që e arrin takvallokun, Allahu ja mundson me i dallu gjërat kur pështillen ato. Shpesh e pështillen zanë kush e ka mirë, kush e ka mirë, djallë tas, maj tas, shpesh era din më pështillen se sprova është atilla. E Allahu thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu
in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. O ju që keni besuar, në qoftë se ju e arrini takvallukun, Allahu ju garanton furqan. E çka është furqan? Ato që ka pas Omeri, a ka qenë Omer el Faruk? E ka pas Omer el Faruk. Ai ka ditë mi da, bile shpesh herë, subhanallah, shpallja ka zbrit në të pëlqim me mendimin e Omerit. Qa që ka pas punë të qarta ato. Hala parë shpallja, ja ka da Allahu punë të thonë. E ka thonë Omeri, ka arë shpallë, ka thonë mire ka, që shtotë të me abo ato. Na me shpallët, na pështilët ato. Andaj, takvaja. Gjunajt e pështilin, takvalloku e që pështilin. Dhe gjithashtu të ka thonë, ju kefir, ankum se jiatikum. Fret i takvallokut, Allahu ja u shlyn fletorën e mëkatëve krejt, bardhë dhe bënë. Tu se s'ka pas kur të këshia ato. Edhe gjithashtu, yaghfir lakum, edhe u afal që s'ja u përmen kur që këni bo. Gjithashtu të nërëlezër, fret i takvallokut është zbritja e bereqetit. Nëse keni mundësi veç me përcjell me vëmendje këtë ajet. Allahu këtu nuk thot ju zbret Allahu pasuni, as mirësi, po e ka përzidh fjalën bereqet. Në vende tjera thot ju jep Allahu pasuni, ka vende tjera. Ama interesant pse këtu e ka përzidh fjalën bereke, se ka zbrit fjalën pasuni. Ka thënë Allahu xhallahu ala walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim berakatin min as-sama'i wal-ard. A'raf 96. Allahu thot në qoftë se banorët e vendbanimeve në tokë, mekelit, jashtë mekelit, apo besojnë Allahun drejt dhe e arrin takvallokun, e këtyne tash jo veç furnizimin, po ja u hapin bereqetet. E bereqeti nuk është pasunia. Bereqeti është ëmbëlsira e pasunisë. Ajo është diçka tjetër. E Allahu thot takvave me pak japëm shumë. Takvave Allahu xhallahu ala me pak dije i ban wallahi nganjëre më të qëndrueshëm se dikush që ka shumë dije. E çu ky me pak, jo ky pak ka do ty kështu me ngje pak, po bereqeti ka dhënë Allah dijes ti. Pse? Takvalloku. Ka pak, po mashallah ka pa Allah bereqet pasuni. Pse? Pse ja ka pas frikën Allahut në fitim e Allahu ata që ja ka jap, ja ka shumë fishuar dhe pastaj shfrytëzim bereqet atë. Andaj të garanton bereqet nëse ti arrin takvallokun. Gjithashtu përfundim të mirë. Allahu thot wal aqibatu lit taqwa. Përfundimi i mirë i takon atyre që janë të pajisur me takva, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Gjithashtu të ndërlozur, në qoftë se dëshon me pas një mik, një shok, që kur me to nuk i munda, lidhja vetme që garanton mos shkputje është takvalloku. Çdo lidhje tjetër nëse bëhet, kputet. A e kput kjo botë, a kjo një sprov, a vdekja, a e kput ahireti, diçka e kput. Përveç se lidhjes që bëhet me në emër të takvas. Allahu thot, el-akhillahu yawma'idhin ba'dum li ba'din adu. Të gjithë miqt a dit kanë më ushunu në armiq, kanë mignin për tjetërit, s'kanë me këshyr, s'ka me inimu, s'ka mundësi, illel muttaqin, përveç muttaqinve. Ata që kanë arrit takvallokun, as nuk ikin, edhe kanë mundësi me inimu njën tjetërit, madje kanë mundësi edhe me shpëtu njën tjetërit, po me lene edhe me bo shefat, dërmjetësim, këtë kanë mundësi. Në qoftë në këtë botë, raportet i kanë ndërtuar mbi takva. Shumë më rëndësi, fryt më rëndësi është kë. Në që ti arrin takvallokun, Allahu të garanton litar të pashkputur me kënd dënë të me koni lidhur. Zgjedhë. Dhe gjithashtu të ndërlozër, e parafundit nga këto pika është pranimi i veprave të mira. Kjo është ndoshta kurora. Allahu thot inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Takvalloku është ai i cili apo i bën veprat efikase që të pranon tek Allahu xhallahu ala. Ti e bën veprën, po vepra do të pas standard. Ajo që i standardizon veprat dhe i fuqizon me kualitet pranuar tek Allahu është takvalloku. Dhe e fundit, të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu na bëj prej tyre, është se ata që kanë arritur takvan, Allahu xhallahu ala yaumul qiyamah, ditën e gjykimit, i konsideron si delegacion special i Allahu që i ka ftuar prej toke për në xhenet. Subhanallah. Allahu i quan të devotshmit delegacion.
Thot Allahu xhallahu ala në Kur'an në surën Maryam, "Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda." Allahu thot, a dit kena me i mbledh dhe kena me i sjell para veti muttaqint, ata që e kanë arrit devotshmërinë, takvallukun, wafda. Çka është wafda? Ka thënë Allahu wafda. Dëgjoni çka ka thënë Aliu radiallahu anhu për këtë ardhje. Thot Aliu radiallahu anhu, la wallahi, thot jo pasha Allahun, nuk i lën Allahu këta me ecë në kom. Këta janë për xhenet, po si lën Allahu as në xhenet në kom me shku apëtën. Këta kanë mundërua apëtën. Edhe duke shku për xhenet apëtën. Thot la wallahi, ma ala arjulihim yuhsharun, nuk kanë më mledha për në xhenet në kom apëtën. E qysh, lakin, thot mirë pa, në mjetë e barë që Allah alëm qëfarë ato, thot që njerës kanë pa të atila kur në bukuria. Disa ulema kanë thënë, koltu që nga nuri, nga drita, që i bartin me lajket, e ata të hipur në bikrahët e me lajkeve, deri të dere e gjenetit. Këto është ven juve. Ta është gjenet në parcelën tonë, ta është nda që hypë, nda që në kompë, që a dush bashkë të jotja, te i të dere në atë bimë në krahë pëtën. Subhanallah. Ti e ke bajt në bisupet e tuja, ka njerë të karë pak maran, pak malet, pa e ke bajt në bisupet e tuja, fejnë Allahot. E ke nëru fejnë Allahot, e ke bajt në krah, në qaf e ke bajt. Apo? E po jo mul kjame, s'len Allahot i mesë në kom, të banë Allah në krah të me laqeve. Në dritë, delegacioni special i Allahot Azogjel. Apo? Paramena, Allahu ka musafir, e këta e në mutekind, këta e në këta takvata. Andaj, kanë më bartë në këto koltuqe dhe këto janë nderimet e atyre që e arrin takvallokën. Andaj me të drejtë, selefi kanë lënë porosi, dietarët e hershëm kanë lënë porosi për takvallokën që kanë thënë. Një njëri ka ardhur te Mejmun ibn Mihran dhe i ka thonë, na këna me kun hajrë sa jeti gjalla pëtën. Që ka? E ka lidhë mirësin me njëri. Ka na këna i na sigurët, i në hajrë sa të kemë ty, na hajrë kena. Ka thonë, jeni në hajrë sa jeni takva. Se më skufit takva, 100 synë së vyna pëtën. Apo, jeni në hajrë, sa keni devotshmëria pëtën. Gjithashtu, Omer ibn Abdulazizi, ka hypë në mimber një dit, edhe i ka i legjëru njerëzve dhe i ka thonë, o ju njerëz, keni frikë Allahun, nga se bëuni të devotshëm, o ju njerëz, arrini takvallokun, nga se veç takvallokun s'ka kompenzim. Në qofë se e arrin takvallokun, ti kompenzon këtë tjera që si ki japëtën. Këtë një pas, pa takva, mungu je. Po e ki takvan, shumë tjera si ki, ti kompenzon takvallokun. Porosia Omer ibn Abdulazizit, edhe për fond Gjafer ibn Muhammed, një njëri devotshëm i dishëm të kaluarën, ka thënë, nuk ka furnizim për njeriun më të dobishëm se takvalloku. Dhe nuk ka gjë më të hieshëm, më të bukur për njeriun se heshtja. Apo? Dhe ka thënë, nuk ka për njeriun armik më të madh se ignoranca dhe nuk ka smundje më të rëndë për njeriun se gënjeshtra. Kjo është porosia e madhe që e ka dhënë. Allahu na i pajisë zemrat tona me takvallok. Dhe Allah na mëson që ti jemi të lidhur me vetë me takvallok. Dhe na bëf nga ata që me të vërtetë dalin nga kjo botë e janë të shënuar tek Allahu si takwa, të devotshëm, dhe na mëson që pastaj, pasi ti mbyllim syt nga kjo botë dhe ti hapim syt nga bota tjetër, Allahu të ndëron me nderimet e atyre që u ka premtuar se do t'u jap derisa të na dorëzojnë melekët nga krahët e tyre para portave të xhenetit. Allahu ju ruajt dhe ju shpërblet për vendin me kaq për do fund person të sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira.